Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse hani bukë misri, bëni mirë ta dëgjoni këtë para se të jetë vonë për ju. Misri vazhdon të jetë numër 1 për të mbajtur konstant nivelin e kolesterolit në gjak, pasi ulëndjeshëm nivelin e yndyrës, luan një rol në prodhimin e energjisë trupore të njerëzit. Misri është një burim i vërtet i proteinave dhe vitaminave. Në një studim të bërë tek meshkujt të cilët kishin kolesterol të lartë, pas një trajtimi me produkte misri si dhe ushqime të varfër në yndyrë, u arrit në rezultate mjaft të kënaqshme. Misri gjithashtu është një burim i energjisë sepse përmban vitamina B, të domosdoshme për njeriu në vendin tonë një përdorim të veçantë ka zënë në buka e misrit. Gjithashtu rekomandohet për njerëzit që vuajnë nga hipertensioni. Rezultatin më të mirë e jep nëse konsumohet me kos, i cili duhet të ketë sa më pak yndyrë. Përfshirja e bukës së misrit në dietën tuaj sigurisht që do t'jap avantazhe të mira në mbrojtjen e organizmit. Një grua nga Iowa, e cila besoi se ishte personi më i vjetër në SBA, cilësonte si bukën e misrit si një nga produktet më të konsumuara të saj. Misri mban konstant nivelin e kolesterolit pasi ul ndjeshëm nivelin e yndyrës. Ai luan një rol në prodhimin e energjisë trupore të njerëzit. Misri është një burim i vërtet i proteinave dhe vitaminave. Në një studim të bërë tek meshkujt të cilët kishin kolesterol të lartë, pas një trajtimi me produkte misri si dhe ushqime të varfër në yndyrë, u arrit në rezultate mjaft të kënaqshme. Misri gjithashtu është një burim i mirë i energjisë sepse përmban vitamina B, të domosdoshme për njeriun. Në vendin tonë një përdorim të veçantë zë buka e misrit dhe gjithmonë rekomandohet për njerëzit që vuajnë nga hipertensioni. Ndonjëherë harrojmë se sa e teprojmë me konsumin e bukës. Njerëzit, të cilët janë intolerant ndaj glutenit ose vuajnë nga sëmundje celiake, por nuk janë të vetëdijshëm për këtë, shpesh ndihen të fryrë. Ato gjithashtu mund të kenë probleme për të shkuar në tualet sepse zorrat e tyre janë të bllokuara. Mund të mos jeni intolerant ndaj glutenit, por keni një ndjeshmëri të lartë kur konsumoni grur dhe drithra të tjera. Nuk është e këshillueshme që buka e blerë në dyqan të qëndrojë në frigorifer. Molekulat e nisështes në bukë rikristalizohen shumë më shpejt në temperaturë të ftohtë dhe bëjnë që buka të bajatet shumë më shpejt kur vendosni në frigorifer. Buka e blerë në dyqan duhet të mbahet në një qese plastike të mbushur me ajër në temperaturën e dhomës dhe asesi në frigorifer. Shumë ekspertë cilësojnë gjithashtu bukën e misrit si një nga ushqimet më të mira për të shtuar vazhdimisht në dietën tuaj. Vlerat e arta të bukës së misrit për organizmin e njerëzit e bëjnë atë një nga produktet më të rëndësishme për të shtuar në dietën e përgjithshme. Buka e misrit është e mirë për çdo, dhe gjithashtu vlerat dhe përfitimet që do t'i ofrojnë shëndetit e bëjnë atë shumë të lehtë për organizmin. Buka e misrit është një thesar i vërtet i vlerave të çmuara. Ajo përmban kalcium hekur, magnez, fosfor, kalium, acid folik, vitaminën A, B6 dhe B12. Buka e misrit ndihmon në mbajtjen konstante të nivelit të kolesterolit, ndërsa ndihmon gjithashtu edhe në nivelin e yndyrnave. Është një burim i vlefshëm i vitaminave dhe proteinave, duke shërbyer pozitivisht për funksionet e organizmit të njerëzit. Misri është një nga produktet më të çmuara për të shtuar në dietën tuaj, prandaj edhe buka që del prej tij është shumë e rëndësishme. Buka është një lëndë ushqimore me komplet të elementeve ushqyes. Ajo i sjell organizmit substanca ushqyese më të nevojshme vitale si makrosubstanca si proteinat, hidratët dhe yndyrnat, gjithashtu mikrosubstanca ushqyese si mineralet, vitaminat dhe të tjera. Buka është një burim interesant i proteinave me prejardhje bimore. Normalisht kur vjen puna te mirëqenia e organizmit tonë, njeriu bën disa zgjedhje dhe natyrshëm lind pyetja: cila është më e mira për organizmin, buka e grurit apo ajo e misrit? Buka e grurit është e preferuar nga të gjithë, por është kategoria e njerëzve që do të ishte më mirë të konsumonin sa më shumë bukë misri. Kjo për disa arsye të thjeshta. Misri vazhdon të jetë numër 1 për të mbajtur konstant nivelin e kolesterolit në gjak, pasi ul ndjeshëm gjithashtu edhe grafikun e yndyrnave në gjak. Ai luan një rol në prodhimin e energjisë trupore të njerëzit. Misri është një burim i vërtet i proteinave dhe vitaminave.
Në një studim të bërë tek meshkujt të cilët kishin kolesterol të lartë pas një trajtimi me produkte misri, si dhe me ushqime të varfër në yndyrë, arrit në rezultate mjaft të kënaqshme. Misri gjithashtu është një burim i energjisë sepse përmban vitaminat B të domosdoshme për njeriun. Në vendin tonë një përdorim të veçantë ka zënë buka e misrit dhe gjithmonë rekomandohet për njerëzit që vuajnë nga hipertensioni. Rezultate më të mira jep nëse konsumohet me kos, i cili duhet të ketë sa më pak yndyrë. Kështu përfitimet që do të merrni nga buka e misrit do të jenë fantastike për mbrojtjen e shëndetit dhe gjithashtu mbajtjen larg të komplikacioneve. Misri është një nga produktet më të mira për të konsumuar edhe ashtu siç është. Misri ka një shumëllojshmëri të gjerë të përfitimeve shëndetësore dhe është një përbërës thelbësor në kuzhinën natyre, të cilët duhet i kushtojnë më shumë rëndësi ushqyerjes. Misri është një nga ushqimet i cili ka vlera të larta ushqyese, jo vetëm që siguron kaloritë e nevojshme në baza ditore, por edhe një metabolizëm të shëndetshëm. Gjithashtu është i pasur me vitaminën A, B dhe E. Shumë minerale, përmbajtja e saj e fibrave luan një rol të rëndësishëm në parandalimin e sëmundjeve të zemrës si kapslloku, hemoroidet dhe problemet kolorektale. Përmban antioksidant që veprojnë si agent antiinflamator që ndihmojnë gjithashtu edhe në parandalimin e problemeve të Alzheimerit. Uluntimet tregojnë se misri është një burim i vlefshëm i ushqyesve për njerëzit edhe për kafshët. Misri përdoret jo vetëm për konsum, por edhe ashtu siç është, por përdoret edhe në shumë mënyra të ndryshme, të tilla si buka e misrit, mjedhi i misrit dhe përdoret edhe në gatime të ndryshme. Përveç kësaj, ai ka kalori të ulta dhe përmban 3.4 gram protein për të paktën 100 gram. Ai është i pasur me vitamina dhe minerale dhe një burim i mirë i energjisë. Misri ka vlera të larta kurative. Ai është i dobishëm për shëndetin dhe përbëhet nga ushqime me kualitet të lartë. Përveç shijes që mund t'i shtojë në çdo vakt, gjithashtu siguron mbrojtjen kundër një sër problemesh kronike, pasi është i pasur me fitokimikate dhe përfitime të mira për shëndetin e njeriut. Misri përmban shumë minerale dhe përfiton element ushqyes për trupin. Fosfori, magnezi, mangani, zinku dhe hekuri dhe bakri, të cilat gjenden në të gjitha varietetet e misrit, janë gjithashtu gjurmë të mineraleve të selenit që vështirë gjenden në shumë dieta normale. Gjithashtu misri është i mirë edhe për shëndetin e syve. Degenerimi makular dhe katarakta janë shkaqet kryesore të çrregullimeve vizuale më të zakonshme në botë dhe verbëri, ndërsa infeksionet dhe moshat e vjetra janë ndër shkaqet kryesore të kësaj sëmundje. Ushqimi mund të luajë një rol kyç në parandalimin e shfaqjes së tyre. Karotenoide siç janë zeakanthinat dhe luteinat, të cilat janë antioksidantë të pranishëm të misri, kanë përfitime të konsiderueshme për shëndetin e syve. Misri është një burim shumë i mirë i energjisë. Falë shumave të larta të karbohidrateve që përmban, misri është një burim i mirë i energjisë. Karbohidratet sigurojnë energji të nevojshme për funksionin e duhur të trupit dhe të mendjes. Misri është një produkt shumë i mirë ushqyes edhe në uljen e niveleve të kolesterolit të keq. Sipas Journal of Biochemistry, konsumi i misrit zvogëlon kolesterolin e keq duke frenuar thithjen e kolesterolit në trup. Kjo redukton një lipoprotein me dëndësi të ulët përfshirë kolesterolin, reduktimin e sëmundjeve të zemrës, parandalimin e arteriosklerozës dhe pastrimin e përgjithshëm të radikaleve të lira në trup. Misri zvogëlon rrezikun e hipertensionit. Misri përmban fitokimikate fenolike që rregullojnë presionin e gjakut dhe parandalojnë hipertensionin. Përveç kësaj, misri është i pasur me vitamina B, të cilat janë shumë të rëndësishme gjithashtu edhe për mbrojtjen më të mirë të shëndetit. Gjithashtu misri do të përmirësojë funksionet optimale të hipertensionit. Misri është një produkt shumë i mirë ushqyes për të patur lëkurë dhe flokë të shëndetshëm. Misri përmban vitaminat A dhe beta-karoten që janë të dobishme për shëndetin e lëkurës. Gjithashtu mbrojnë lëkurën nga rrezet e dëmshme të diellit falë përmbajtjes së lartë të vitaminës C. Vitamina E, një tjetër vitaminë e rëndësishme për shëndetin e lëkurës, gjithashtu e mban ato më të shëndetshme. Misri është i pasur me lëndë ushqyese të mira për shëndetin e zemrës. Sipas uluntimeve, misri ka efekt antiinflamatore në nivelin e kolesterolit dhe kështu zvogëlohet rreziku i sëmundjeve të ndryshme kardiovaskulare. Përveç kësaj, misri është një lëndë ushqyese e shëndetshme për shkak të përmbajtjes së pasur të folatit dhe elementëve të tjerë.
Sot anemia është një sëmundje e madhe për shkak të mungesës së vitaminës B12, acidit folik në trup. Trupi ka nevojë për ekur dhe folate për të krijuar qelizat e reja të kuqe të gjakut. Këto substanca gjenden te mistri, të cilat parandalojnë aneminë. Nëse keni anemi, ju mund të zvogëloni efektet e problemit duke konsumuar mistrin ose bukën e prodhuar prej tij si një dietë të mirë ushqyese për shëndetin. Zgjidhni mistrin e freskët dhe më cilësor për të marrë të gjitha këto përfitimet, si tonelti i saj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.